Së pari, një përshëndetje shumë për zemër dhe një urim nga zemra për të gjithë ata që janë zgjedh apo i zgjedh në procesin zgjedhor të bazuar në votën, vullnetin e antarëve të Partisë Demokratike, proces pra që bazohet në vlerat më themelore të vendimmarrjes demokratike, në dallim nga partia e krimit, në dallim nga organizata kriminale që udhëhiqet nga vrasës, nga trafikant, nga plaçkitës, nga antishqiptar të vërtet, e cila nga viti 2009 deri sot nuk njeh, nuk din se ç'do të thot më vot. E tëra e shtruar në funksion të një njeriu të cilit për të mos prishur gojnë, por i shkon çdo epitet i merituar, të një njeriu që ka shtruar atë parti në një lesk të vetën, të një njeriu që ka shtruar atë parti, ajo parti ka lindur në krim, është ushqyer me krim dhe sot është kriminele në jo vetëm në gen, por dhe në vërtarinë e saj ndaj qytetarëve shqiptar, në vërtarinë e saj ndaj Shqipërisë. Por kemi thirrë këtë mbledhje me ju me një agjendë për një çështje jashtëzakonisht rëndësishme. Dhe kjo çështje është protesta e datës 8 maj. Protesta e datës 8 maj ka të bëjë me dy çështje themelore të narkoregjimit të sotëm, ka të bëjë gjithnjë me farsën e tij elektorale dhe ka të bëjë gjithnjë me vjedhje dhe mbrojtjen e vjedhjeve nga ana e tij. Të nderuar drejtues politik të qarqeve, drejtues politik të Partisë Demokratike të qarqeve, kryetar të degëve, për secilin prej jush, për çdo drejtues të Partisë Demokratike, çdo antar dhe antar të saj, duhet të jetë e qartë si drita e diellit, se me vendimet që mori për Lubi Ballukun, me përdorimin e 81 mandateve në mburojtje të saj, Edi Rama është bërë më rrezikshëm se kurrë për këtë vend. Me vendimin që Edi Rama mori për të mbrojtur veten e tij në dosjen Balluku dhe Ballukun, doli para shqiptarëve dhe botës si njeriu që tashmë ka në duart e tij çdo pushtet, si njeriu i pushtetit absolut në Shqipëri. Doli si njeriu që është i vendosur për të mbrojtur lëkurën e tij, të marrë çdo vendim kundër qytetarëve shqiptar, të marrë çdo vendim
kundër Shqipërisë, kundër gjithçka e tjetër, sepse në ligjin e diktaturës, në ligjin e diktatorëve, lidhjet e tyre të krimit janë lidhjet e tyre më të fuqishme për të cilat ata janë të gatshëm të japin gjithçka dhe të bëjnë gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tyre. Kjo është vlerësimi që ka Partia Demokratike për vendimin që mori Edi Rama për të mbrojtur Lubi Ballukun dhe siç theksova, pas këtij vendimi ndodhi lubizimi i plot i drejtimit i qeverisë, narkoqeverisë dhe institucioneve tjera. Janë pra, do t'ishte naiviteti pa falshëm të mendohet se po ja nuk është më lubia. E vërteta, për se cilin prej nesh duhet t'jetë e qartë se jo vetëm që është ajo, por ajo është shumë fishuar, sepse është Edi Rama i cili vendosi në poste shërbëtor kësaj here të lubisë. Edi Rama, nga ana tjetër, me këtë rast, nuk sfidoi vetëm Kushtetutën e Shqipërisë, nuk sfidoi vetëm ligjet e tjera të vendit, protestat dhe thirrjet e fuqishme të opozitës, por ai sfidoi haptas për të shpëtuar lëkurën e tij edhe partner të ndërkombëtar, të cilët me deklarata publike i bën të qartë se bllokimi i funksionimit të prokurorisë dhe drejtësisë, bllokimi i luftës kundër korrupsionit janë të papajtueshme me standardet e Bashkimit Evropian. Por edhe njëherë, një njeri që ka lëkurën e vetë në rrezik nuk njeh ligj, standard, përveç interesit të lëkurës tij. Situata është edhe më e rrezikshme sepse Edi Rama po shtrëngon pas mbrojtjes që i bëri Lubis, e vërteta është që bota e krimit është më e aktivizuar se kur. Në këto rrethana, çdo njeri duhet të pyesë veten. Cila është alternativa e opozitës? Alternativa e opozitës është vetëm sulmi ndaj kësaj qeverie. Edhe njerë, kokë e shtrirë vetëm pritet, ta ketë të qartë çdo qytetar. Por kundrazi, ne s'kemi shtrisë do shtrim kokën kur, ne do ngrihemi gjerë në largimin e tij. Do t'ishte katastrofa më e madhe kombëtare sikur ne të pranonim si fakt të kryer këtë akt të paprecedent të Edi Ramës. Ju duhet dini një gjë, që këto aferat e Ballukut
shkojnë miljarda. Ato 6 dosje që janë marrë nga prokuror ishin 1.2 miliard. Po ajo absolutisht në çdo firmë që ka një aferë të saj. Ajo ka administruar 12 miliard euro të taks paguesve shqiptarë. Por, duhet të themi se përka virulenca e krimit në krye të gjithave qëndron Akshi. Qëndron gropa e zezë e Edi Rams, kopshti i Edi Rams. E theksova dhe para 2 ditëve u them dhe ju këtu. Akshi janë qindra milion euro të plaçkitura nga kunati i Linda Rams dhe të gjithë skenarët që i keni ndigjuar ju të pegmarrjeve kanë patur vetëm një qëllim, që tendrat t'i fitoj Linda Rama me kunatin e saj. Armand Frangu. Po është vetëm njëri aspekt, kjo që po them ju. Aspekti tjetër është se janë fshirë dhe ndryshuar pronësi në mira raste. Ergys Agasi me porosit e Edi Rams dhe në udhëheqjen e Edi Rams ka shtrit duart e tij të zeza në të gjithë materialin digital që ka patur i Albania apo institucionet e vendit. Dhe më i çmuari sigurisht janë pronat. Kanë dekodifikuar e-mailet e qytetarëve dhe pastaj kanë bërë transfertat dhe zhdukjen, zhvendosjet e mira pronave. Suksesi e Edi Rams, nuk u thoshte që dilte. Suksesi madh është Akshi. Dhe sot, Edi Rama ka vendosur në drejtim të atij institucioni një delinkuent që ka marrë pjesë në këto operacione në mënyrë që të ketë të ruaj kontrollin e plot një Igli Tafaj. Igli Tafaj, pra Edi Rama mbron me çdo kusht të gjithë zotrimin mbi Akshin. Publikisht, paftyrësisht, e paraqet Mirëlindën si të pafajshme, si të gjorë. Çfarë u thot shqiptarëve ky sot? Ky është i paftyrë, më falni për shprehjen. Kur u thoshte ajo e ndershme, ajo ka edhe apartamentin e ka me qera. Në një kohë kur ajo ka vila dhe apartamente të blera me paratë e vjedhura të qytetarëve shqiptarë. Pse po i them këto? Po i them këto për të mos patur asnjë iluzion se sot është më keq se dje. Se largimi i Ballukut nuk përbën kur fare arritje, përkundrazi, përbën vetëm një përpjekje të Edi Ramës për të fshehur pas këtij akti për krimet e mëdha që ka kryer. Ndaj dhe Partia Demokratike ndodhet pra një situate të jashtëzakonshme. Antarë dhe mbështetësit e saj janë pra një situate të jashtëzakonshme dhe do t'i përgjigjen në mënyrë të jashtëzakonshme. Duhet t'i përgjigjemi me kryengritje paqësore
gjenë realizim në qëllimit tonë. Unë e kuptoj. Janë jo të pakta ata që shtrojnë pyetjet. Çfarë arritëm? Me durim u shpjegohet se çfarë do ndodhte po të mos ishim ngritur. Ja dolem që të hedhim poshtë shpifjen më antiraciste, antishqiptare që ka ndëgjuar ndonjëherë. Lobimet korruptive të Edi Ramës në qendra shumë të rëndësishme vendimmarrje. Deklaronin për të mbrojtur Edi Ramën se imuniteti i Ballukut është interpretim shqiptar, çështja e imunitetit. Dhe se kur qytetarët nuk ngrihen kundër se ne nuk kemi qytetarë sipas këtyre racistëve, atë nuk ke që të bësh korrupsion, nuk ka faj Edi Rama që vjedh. Duhet të vjedh Edi Rama me qenë se qytetarët nuk ngrihen. Logjik e tillë. E para njëherë, ju jeni këtu dhe shqiptarët e dinë mirë se në vitin 2009, 2010, 2011 janë kërkuar imunitete ministrash, janë kërkuar imunitete zëvendës kryeministrash. Dhe askujt s'ka shku kur nërmend për të blokuar ato. Janë dorëzuar pa kurse tani që blokohen, tani duan të na paraqesin si interpretim. Dhe e bëjnë këte lobist të korruptuar nga Edi Rama. Po fatmirësisht, janë të shumt partnerët e Shqipërisë, miqtë e Shqipërisë, që nuk pranojnë një qëllim të tillë, nuk pranojnë një logjik të tillë. Ose për akshin, se qenë ka kulturë e shqiptarëve kjo pegmarrja, ka turp me të madh. Unë them ju në memorien 34 vjeçare, unë ma e mend vetëm një biznismen të marrë peng. Dhe po të marrë çdo vend tjetër e ka një biznismen apo dy të marrë peng në 3 dekada. Po, mund të ketë edhe ndonjë tjetër që unë se ma e mend, po s'është pur kulturë shqiptare pegmarrja. Në një kohë kur sipërmarrja shtetërore e Edi Ramës ka të paktën 3 të deklaruar gjertani marrje peng. Është kulturë e Edi Ramës dhe jo është shqiptarëve pegmarrja, por lobistët e paraqesin se qenë ka kulturë e jona. Ja u them këto për të angazhuar në një debat, në një diskutim të hapur me çdo shqiptar e shqiptar. Që duhet të ngrihemi, duhet të vazhdojmë betejën tonë gjen realizimin e projektit. Edi Rama, e them përsëri, është bish e plagosur përfundimisht. Të bëjë ç'të doj, ne nuk i ndahemi. Të bëjë ç'të doj, ai s'ka të ardhme. Është i pa shpresë, është i humbur. Përpiqet në të gjitha mënyra si sharlatan, përpiqet është i gatshëm të shes gjithçka. Është i gatshëm të thot çdo gjë, vetëm që të mund të notoj apo të kapet në një thjebare apo tjetër. Vetëm që të pëlqej këtij apo atij. Po kur vjedh shqiptarët në këtë mënyrë nuk ke më shpresë. Edhe ju garantoj se ai vërtet e mbylli, vërtet Ballukun e ka në krahas, ajo ja ka të gjitha dozat. Ai ka 25 vite që vjedh me të që nga bashkia e gjerë ditën që i dhe tani ka vu serin e tyre. Tani është Oltion Bistri, që është bërë asistenti kryesor i Ergjys Agasit, sepse Ergjysi është i qetë, mbrohet nga policia, vazhdon ndërtimet në resortet e tij.
nuk i ndoza sepse drejtues politik të qarqeve, nga ju, drejtues të degëve të Partisë Demokratike, kërkohet nga koordinatorët tanë një përqendrim total në përgatitjen e protestës së ardhshme të datës 8 maj, një takim dhe biseda intensive me qytetarët shqiptar për t'u shpjeguar atyre pavarësisht se çfarë janë, socialist, demokrat, pa parti, çdo njeri që jeton me ndërshmëri me djersën e vet, se nuk ka dhe nuk ka patur armik më tegër se Edi Rama, për shqiptarët, për Shqipërinë. Së dyti, ju keni qartë se për të gjithë ju, për të gjithë ne, kryefjala e të gjithë kryefjalëve është organizim, organizim, organizim. Ne jemi parti e madhe. Ata që e vënë në dyshim të gabojnë. Jo, ne jemi parti e madhe. Por, ne kemi patur një problem, se duhet të njohim problemet tona. Ne nuk kemi marrë në shkallën e duhur me organizimin. Për një seri, por ne nuk jemi ata që jemi përkushtuar në shkallën e duhur energjit për qëndrimin tonë. Ndaj dhe sot dhe çdo ditë, kryetarët, antarët e kryesive, drejtues të qarqeve, koordinatorët, kryetarët e grup seksioneve, kanë detyrën më të rëndësishme riorganizimin e kësaj partie. Nga seksionet gjerë në drejtimet kryesore. Edhe kjo është e domosdoshme për të përballë me situatën e krijuar. Edi Rama është në pozitë të vështirë, nuk del ma nga ky. Edi Rama del nga ky qerthull vetëm po e lam ne. Ta kemi shumë të qartë. Vetëm po pranuam ne që ai të dalë, se ai nuk mund të dalë. Nuk mund të dalë. Dha një intervist në një, me siguri të lobur, në një gazetë europiane. Shtypi europian ju përveshk. Gazetat më të mëdha ju përveshen si hipokrit, si mashtrues, e tjerë me radhë. Të gjitha cituan opozitën. Zërin e tyre përpjekjet e opozitës. Duhet bëjmë gjithçka që këto përpjekje të vinë në rritje. Edi Rama çdo ditë bëhet më armik, çdo ditë bëhet më rrezikshëm, çdo ditë bëhet më anti-shqiptar, çdo ditë bëhet më hajdut bashkë me organizatat e tij kriminale. Ne nuk do ta pranojmë kur një gjë të tillë. Faleminderit. Mediat na falit, tani kemi diskutime të brendshme, çështje të brendshme.